Në bibliotekën Marin Barleti u zhvillua një takim i veçantë i klubit të librit Mësojmë nga e kaluara, ku trajtua libri memoristik në përshtigjet e ferrit i Viktor Martinit. Përgjegjësja e projekteve të autoritetit për informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit Brunindla Çarraga u shpreh se zgjedhja e këtij libri u bë për shkak të vlerës së tij si dëshmi e përsekutimit të diktaturës. Klubi i librit sot ka në fokus librin e zotit Viktor Martini, i cili është një qytetar shkodran. Sot jemi në Shkodër për klubin e librit Mësojmë nga e kaluara, i cili është pjesë e një platforme që së bashku me Ministrinë e Arsimit kemi lançuar në vitin 2021 dhe jemi duke e ngritur tashmë dhe duke e pasuruar me materiale të ndryshme në shërbim të edukimit qytetar. Qëllimi i këtij aktiviteti është afrimi të rinjve dhe mësuesve me historinë përmes fateve konkrete njerëzore dhe materialeve autentike arkivore. Qëllimi i klubit të librit, siç edhe nga Rovena dëgjuat, është që ne të krijojmë klubin me mësues të lëndëve të historisë, letërsisë dhe arsimit fillor. Nuk i bëjmë një analizë mirëfilli stilistike apo si është shkruar libri, nuk gjykojmë stilin dhe mënyrën e të shkruarit, por ne marrim një libër të shkruar nga një i përndjekur, për të cilin na intereson historia që ai tregon, sepse ato janë njerëz që kanë vuajtur dhe ne nuk gjykojmë dot dhe ai bën një shërbim në dobi të kujtesës duke e shkruar historinë e tij. Dhe ne deri këtu jemi shumë falenderues që dikush shkruan historitë e vuajtjeve pa gjykuar mënyrën se si ai ka shkruar. Në përfundim të aktivitetit u theksuar rëndësia e vijimit të nismave të tilla që ndërthurin librin memoristik me dokumentin arkivor si një mënyrë për të ruajtur kujtesën historike dhe për të forcuar ndërgjegjësimin qytetar tek brezat e rinj.